ZAZ numër 2 e vendosur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ka qenë vendimtarja në zbardhjen e 11 mandateve të deputetëve në Shkodër, me numrin më të madh të qendrave të votimit, plot 112. Numërimi në këtë zonë të administrimit zgjedhor ka zgjatur plot 36 orë pa ndërprerje. Kryetari i komisionit Emiliano Pietri, në përfundim të gjithë numërimit dhe mbylljes së kësaj ZAZ-je, në një intervistë për Star Plus Televizion, e konsideroi procesin të suksesshëm, pasi nuk rezulton asnjë shkelje apo kontestim i protokolluar. Në ZAZ numër 2 përfundoi gjithçka në lidhje me administrimin e votës, çdo votë u lexua. Ajo që duhet theksohet ishte që nuk ishte as edhe një kontestim të shënuar në protokollin e mbledhjeve gjatë numërimit të votave, po ashtu të gjitha kutitë u konsideruan si të rregullta. Unë mendoj që procesi ka pasur një sukses shumë të madh në të gjitha pikpamjet, sidomos të asaj të sigurisë dhe qetësisë gjatë numërimit të votave. Absolutisht një falënderim jashtëzakonisht i madh për të gjithë numëruesit ku me qetësinë e tyre, me përgatitjen dhe saktësinë ban të mundin leximin e çdo vote. Një falënderim ka shkuar për forcat e rendit që kanë ruajtur një qetësi model jashtë dhe brenda qendrës së numërimit. Faktikisht rreth 36 orë ka përfunduar gjithë procesi i numërimit dhe kjo nuk do të ishte arritur nëse nuk do të kishte pasur një mbështetje maksimale nga forcat e rendit. Me përfundimin e numërimit në ZAZ numër 2, u mbyll procesi i numërimit të votave në të gjithë qarkun e Shkodrës, në të cilin ishin vendosur 8 zona të administrimit zgjedhor.